lista të UÇK-s. Dhe ky është pushteti faktik. Dhe pushteti, unë s'të ndërpreva, kolegi. Ka qenë votuese PDK-s, pse o vetë vendosja në pushtet? Unë s'të ndërpreva. Pushteti real në Kosovë... Po, vërtet është mirë me... Pushteti real në Kosovë... Pushteti real në Kosovë nuk është ky pustet i Albin Kurtit, sepse ai e ka parë gjatë ekzekutimit të mandatit të tij e ka parë se çfarë pushteti real. Kurti e ka qeverin, kuvendin edhe se ka pushtetin. Po, pushteti do mekanizma për t'i vënë në funksion punën tua. Më tregoni cila është... drejtorin e AKI-s? Urdhëro? Drejtorin e AKI-s. Kush e ka emëruar drejtorin e policisë? Kush e ka emëruar drejtorin e doganave? Kush e emëron ministrat që drejtojnë dikasterisë qeveritare? Drejtorin e ATK-s, komandantin e FSK-s, gjitha këto figurat drejtuese. Po, dhe si mund të drejtojnë figurat drejtuese kur komplet struktura është në mentalitet sabotazhi? Si mund të tërësh ti mu pëse mbo është ti mu drejtar? Shkrenohet i ministri që ka kry punë mirë, të lëse punëtorët e kanë sabotu. Nëse PDK-ja i ka bërë gjitha këto sene, nuk mundja na me amnestu Kurtin për shembull për mos zhvillim ekonomik. Nuk mundemi me amnestu për arsim, për shëndetësi, për infrastrukturë, për tendera për këto sene. Pavarësisht unë mendoj që ai ka bërë jashtëzakonisht mirë, gjona të mira për shembull në nuk pa amnesty ka mendësi sabotazhi nëpër ministri apo jo në administratë. Jo nëpër administratë. Në të gjithë strukturën e shtetit ka mendësi sabotazhi. Sabotohet Albin Kurti. Po sabotazhi shtetit. Po sabotazhi shtetit i ndërruar kërkohet drejt për drejt nga studiot televizive. Sabotazhi. Politike. A është demokraci. Që unë të tregoj. Zotëria është gjykimin e gjykatës kushtetuese që thotë deputeti është i lirë në votën e tij. Sepse vullneti i qytetarëve se duhet ministru në njëri. Tregojnë pse. Se vullneti i qytetarëve ka qenë që përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës të jenë aty edhe të votojnë pro, kundër ose me abstenu. Dhe jo ti me dalë me lëshu sallën për shkak që ti mundesh me pengu në A ka pas procesin që vullnet qytetar zoti Kurti sa ka qenë në opozitë? A do të më njëjë vazhdimisht në shembuj të këqij? Nëse ka pas shembull i keq ka qenë zoti Kurti, atëherë PDK-ja ardhë me shembull keq në pushtet. Ka ardhë me shembull keq në pushtet. LDK-ja neve na ka thirrë për institucione si njerëz institucionalist, ndërsa në momentet fundit me u tërheq nga komplet. Nëse ajo çfarë duhet. Nëse zoti Kurti ka ardhur i gjujë ta polici po thotë kë. Që për sabotojnë